Preparatet për të cilat i keni dërgu pyetjet që na kontaktuat për sqarime, ne në veterinari përdoremi si produkt, si preparate kundër parazitëve të brendshëm dhe të jashtëm, që quhen antihelmitik, mirë po për nga përbërja dhe vendi i veprimit tyre janë të ndryshëm. Albendazoli me bendazoli janë shumë të efektshëm, por febendazoli për njerëz nuk rekomanduhet për përdorim për shkak se nuk janë bërë studime të njerëzit se çfarë efekte anësore mund të kenë, çfarë doze të përdoret dhe nuk kanë çdo korporat farmaceutike që prodhon dhe lejon një produkt për tregtim, për shitje, për përdorim, e shoqëron me një etiketë e cila është e domosdoshme të respektohet nga ana e profesionistëve. Domethënë, është protokoll që përcaktohet nga vetë kompanitë prodhuese të ilaçeve, kompanitë farmaceutike. Sa i përket përdorimit të këtij produkti të njerëzit, nuk preferohet për përdorim sepse nuk janë bërë hulumtime rreth këtij produkti të njerëzit. Nëse në lëkurë, nëse në një kafshë e cila na vjen me shqetësime në lëkurë, patologjitë lëkurës, të cilat sipas shenjave klinike ne si veterinari i vlerësojmë që mund të jetë një parazitues ose të jetë një sundje që quhet infestim parazitar i lëkurës, atëherë vendosim që t'i përdorimi këto antiparazitët, të cilët kanë edhe efekt të parazitë jashtëm, të konkretisht e zgjibet, të cilat shërohen duke përdorur si produkte tip shamposh, banjzime, por edhe ky produkt i ivermektinës që ka që jep rezultat jashtëzakonisht mirë në trajtimin e këtyre problemeve. Përdorimi nuk ka shkrim nga prodhuesi që lejohet të përdoret dhe të njerëzit, nuk lejohet me eksperimentu me shëndetin e njerëzve.